Mirëdita të gjithëve dhe mirë se vini në magazinën informative të së dielës në Klan Kosova. Unë jam Besnik Tahiri dhe të jemi me aktualitetet kryesore dhe nisim me lajmin e fundit më të rëndësishëm të ditës nga Republika e Kosovës. Është policia e Kosovës, e cila ka arrestuar edhe një person të dyshuar për krime lufte kundër popullsisë civile në komunën e Zubin Potokut. Arrestimi është kryer nga Drejtoria për hetimin e krimeve të luftës me urdhër të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës. Sipas njoftimit të prokurorisë, inicialet e të arrestuarit janë JR dhe i njëjti dyshohet për veprën penale, krime lufte kundër popullsisë civile. Dhe tutje prokuroria ka thënë po ashtu se arrestimi të